أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gjithë hamdi dhe falënderimi i takon vetëm Allahut xhalla shanuhu krijuesit të gjithësisë, vetëm ato falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetjet tona të përzemërta ja drejtojmë njeriu më të dashur tek Allahu xhalla shanuhu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ato besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. I nderuar imam i xhamisë Ibrahim Efendi Sulejmani, i nderuar kryesi e xhamisë Këshill, ju përshëndes të gjithëve hoxhallar, xhamatli të cilët jeni prezent në këtë xhami me përshëndetjen e ngrohtë Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Gjithashtu i shpreh mirëseardhje në këtë tribunë fetare me temë urtësi dhe mësime nga betejë e madhe e Bedrit, ajo betejë e cila e bëni dallimin mes vërtetës dhe kotës. Gjithashtu më lejoni që mungesë të muftiut në emrin e tij, muftiut Haxhi Abetin Efendi Imeri, t'ja u përcjelli selamet e tij dhe t'ja uroj për herë këtë ditë të madhe. Andaj pa unë shumë kohë fjalë në përshëndetje japim imamit të kësaj xhamie Hoxhi Ibrahim Efendi Sulejmani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Padyshim se falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahut dhul xhelal. Atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe shpëtim kërkojmë. Salavat, selamet tona dhe bekimet e Allahut qofshin mbi shpirtin e pastër të njeriut më të dashur të Allahut dhul xhelal, për të cilën Allahu ka zbrit shumë ajete kuranore, padyshim se ajo është i vetmi Muhammed,
Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, më lejoni që fillimisht t'ju shprehi mirësiardhje në xhamin tonë këtu, duke filluar nga sekretari i muftinisë së Bashkisë Fetare Islame në Manov, hoxhës së nderuar Omej Efendi Fejzulit, me xhallar të tjerë që janë bashkëpunëtor të tij, gjithashtu edhe xhallar të mysafir prezent që janë. Mirë se vini në emrin tim këtu, në emrin e Këshillit të xhamisë, në emrin e xhamatit, ju dëshiroj mirëseardhje, Allahu ju shpërblet për atë që keni ndarku dhe padyshim se fjala e jonë sot nuk do të jetë pasi që e kemi hoxhën e nderuar për të cilin edhe për atë shprehni mirëseardhje dhe e falenderoj për atë që ai jep kontribut që të përcjellë mesazhin hynor të Zotit në xhamatin tonë. Allahu më shpërblet e aja është Shaban Efendi Naziri. Allahu më nderoft, Allah i shpërblet të gjithë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë hoxhën imamin e kësaj xhamie. Tani pra filloj me pjesën qendrore të tribunës, ashtu siç jeni informuar. Ai i cili do të na flet më gjërësisht në lidhje me ngjarjen e betejës së Bedrit është i zgjedhur nga muftinia e Kumanovës, vaizi dhe muallimi i xhamisë Tatar Sinan Pasha në Kumanov, xhamisë qendrore, hoxh Shaban Efendi Naziri, të cilin e ftojmë që ta marrë fjalën. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم وقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Të dashur të pranishëm, të nderuar hoxhallar, i nderuar i sekretari muftinisë son të nderuar, i nderuar i hoxh i kësaj xhamie, të dashur këshill, të dashur musafir, të dashur vëllezër në përgjithësi, lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen e fesë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Para se të filloj të i them disa fjalë të cilët mendoj që janë të udhës të thuhen në lidhje me këtë betejë të madhe, e cila konsiderohet në historinë e fesë islame betejë më vendimtare, i jam mirënjohës muftinisë së Kumanovës, e cila me vullnetin e saj ka zgjedhur që sot mesin tuaj të jem ligjërues në lidhje me vlerat, mësimet dhe strategjitë e kësaj lufte. Pra Zoti e nderoft edhe muftin ton, kabinetin e tij dhe gjithë bashkëpunëtorët me të cilën administron dhe ruan vlerat e fesë në këtë nënqiell. Pa mos humbur shumë kohë, të dashurit e mi, do të mundohemi që deri te ju të përcjelli gjithë atë material të cilin e kam përgatitur në familje, me qëllim që të jem precis, i qartë dhe të përshoj një mesazh ashtu siç e përshkroi edhe Molla Ibrahim Efendia, një mesazh hyjnor për të cilin kërkoi të Zoti me pas një shpërblim ditën e gjykimit. Betejë e madhe e Bedrit është një betejë e cila konsiderohet në Islam betejë vendimtare, e cila bëri dallimin mes dy shoqërive, shoqërisë në Islam në krye me Muhammedin në Medinë dhe shoqërisë politeiste idhujtariste në krye me Abu Jahelin edhe të tjerët në Mekë. Për të dhënë shpjegim rreth betejës së Bedrit, mua domosdoshmërisht më duhen disa dhëna të i paraqes deri te ju, se cilat ishin shkaqet, lëvizjet, rrethana sociale, ekonomike dhe politike, të cilat quan deri te betejë e Bedrit. Ashtu siç e kanë shpjeguar hoxhallarët edhe më herët, se pejgamberi alayhi salatu wassalam pas qëndrimit të tij në Mekë 13 vite me radhë, emigroi drejt Medinës. Kur shkoi në Medinë, shkoi që të qetësohet me vahjin dhe gjej një fushë e cila është e përshtatshme për të lulëzuar thirrjen në Islam, të i thirrë njerëzit në Islam, ta universalizoj fenë islame dhe ta publikoj mesazhin e Zotit për të cilën kishte dhënë emanet ose kishte marrë emanet. Mirë, po në Medinë, pasi shkoi, ndërtoi xhamin Kuba. Dhe pas ndërtimit të xhamisë Kuba, bëri marrëveshjen për paqe, marrëveshjen mes grupave dhe strukturave të ndryshme në Medinë, që të ruat qetësia dhe siguria e Medinës.
Marrëveshja përfshinte edhe hebret dhe arabat të cilët ishin hebre, si dhe muhaxhirët dhe ansarët, dhe Medinja është shteti i tyre dhe popujt e Medinës janë etni të ndryshme. Kanë fjalën në aspektin fetar, jo në aspektin etimologjik, ose në aspektin etnik, në aspektin demografik kanë për qëllimin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi bëri edhe arriti marrëveshjen mes palëve të ndryshme në Medinë, e cila ndryshe quhet edhe karta e Medinës, nuk gjeti rahatin për sebeb të kolonës së pestë. Kolona e pestë janë munafikët e Medinës, të cilët punonin për interesin e shtetit të Mekkës. Dhe gjatë qëndrimit në vitin e parë të hijretit, i dashuri jon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ballafaqua me shumë provokime të cilat vinin nga kurejshitët kundër muslimanëve në mënyrë të vazhdueshme. Dhe sidomos ndërlidhja e tyre me Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, koka e hipokrizisë dhe kryesuesi i kolonës së pestë në Medinë. Përveç provokimeve të vazhdueshme, shpesh qeveria e Mekkës i dërgonte letër qeverisë dhe kolonës së pestë në Medinë letra kërcënimi. Letra kërcënimi për jetë, kërcënim me eliminim fizik të vetë figurës dhe personalitetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për letra kërcënimi me të cilën kërcënonte Mekka vazhdimisht që do t'ju sulmojmë edhe në Medinë. Dhe në koleksionin e Abu Davudit, shënon Abu Davudi një letër kërcënuese e cila i erdhi munafikëve në Medinë nga shteti i Mekkës, nga qeveria e Mekkës. Në letër shkruaj: ju keni gostitur dhe pranuar njeriun ton, e ne betohemi me Zotin, ose do ta mbysni ju atë, ose do ta përzini, ose ne do t'ju sulmojmë. Kush thoshte kështu, shteti në krye me njerëzit të cilën e udhëheqin në Mekë, kërcënonte me sulm ushtarak në Medinë, nëse medinasit ose nuk e mbysin profetin ose nuk e përzon nga Medina profetin. Dhe këtë letër ja dhan në krye kujt? Ja dhan në krye munafikut Abdullah ibn Ubej ibn Selulit. Dhe i tha, nëse ju nuk punoni kështu siç urdhërojmë ju të punoni, ne do t'ju sulmojmë ushtarakisht në Medinë. Do të luftojmë me ju deri në luftëtarin e fundit, dhe për rrjedhoj do të shënderojmë edhe gratë juaja. Kishte një kërcënim serioz dhe munafikët në Medinë e morën seriozisht. Dhe filluan planin për eliminimin fizik, për vrasjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para luftës së Bedrit. Mirë po, urtësia dhe pjekuria e madhe e pejgamberit alaihi salatu wassalam u kujtoi atyre se unë kur erdha në Medinë, ne shkruam një marrëveshje e paqes dhe të drejtave të Medinës, ku munafikët dhe hebret ishin pjesë në këtë marrëveshje. Dhe fal pjekurisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky konflikt u evitu. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam asnjëherë me shokët e tij natën nuk flinte i paarmatosur. Sahabët në fillim, në vitin e parë të hijretit, flinin me armë dhe zgjoheshin mëngjes me armë. Pra flinin të armatosur dhe zgjoheshin mëngjes të armatosur. Derisa pejgamberi alayhi salatu wassalam ju thoshte shokëve vet, kush po na ruan shtëpinë tonë, ndërkohë ne kur bëjmë gjumë, kur flejmë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhaminë e ndershme të tij kishte roje personale, të cilit e ruanin jetën e pejgamberit, familjen e pejgamberit nga atentatet dhe nga sulmet ose eliminimi fizik i cili mund vjen nga kolona e pestë. Kolona e pestë në Medinë vazhdimisht ishin këto hebret dhe munafikët të cilët hapur ishin me Muhamedit alayhi salatu wassalam, fshehur azi ishin me mushrikint e Mekkës. Pra Mekka ja kishte dorën e saj të zgjatur në Medinë, me dorën e saj të zgjatur në Medinë intervenonte në përçarjen e muslimanëve. Dhe kjo dorë e zgjatur e Medinasve, e Mekkasve në Medinë ishte në kombinacion politeistët me jahudit. Dhe jahudit ishin ato të cilët në Medinë i prishnin planat e muslimanëve, i përçanin muslimanët me etnit të tjera, me grupimet fetare të tjera, me grupimet nacionale të tjera në Medinë, me qëllim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos gjej rahatin, komoditetin dhe stabilitetin për thirrjen në Islam. Letërkëmbimet mes Mekës dhe Medinës deri te kolona e pestë ishin të vazhdueshme.
por një ditë prej ditëve ato nuk mjaftuan vetëm me miqtë e tyre të cilët janë hebretë e Medinës. Ato i dërguan një letër kërcënimi edhe direkt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij dhe i thanë që mos u dalldisni se keni ikur prej nesh në Yathrib. Yathrib ishte emri i qytetit të Medinës para se të emigrojë në Medinë profeti jon i dashur. Pas hijretit, Medinja ndryshoi emrin e saj. Prej Yathrib kaloi emërtimi i ri në Medinë. Medinën e ndritshme me prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Mekkasit i thanë pejgamberit dhe shokëve të vet, do të vim atje, do t'ju çrrënjosim dhe do t'ju shkulim parimet në oborret e juaja. Ky është preteksti numër 1 i betejës së Bedrit. Dëgjoni edhe një herë me vëmendje. Mekkasit kanë kërcënuar ushtarakisht se do të vim në Medinë, mos u dalldisni, mos u kënaqeni, mos besoni se jeni rahatu, do të vim në Medinë, në oborret e juaja, do të shkulim në oborret e juaj parimet të cilët në thirrën të cilët parime thirr profeti Muhammed. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori seriozisht këtë kërcënim, se s'është fjalë lehtë, është kërcënim për një shtetit armik. Shteti armik ishte shteti i Mekës. Kërcënuesit ishin përgjegjësit e saj, ai që merr kërcënimin është profeti me pakicën në Medinë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në këtë çast nuk kishte të drejtë të merret me operacione ushtarake, e kishte të ndaluar në Islam. Transferimi i thirrjes ose projektit të thirrjes nga Mekka në Medinë shkoi paqësisht. Themelimi i Medinës, themelimi ose ndërtimi i xhamisë u bë paqësisht. Ndërtimi ose arritja e marrëveshjes së kartës së Medinës u bë paqësisht. Jetoi një vit në mënyrë paqësisht derisa vinin kërcënimet edhe ato shtoheshin vazhdimisht. Dhe ajo që ndroi rrjedhat e jetës në Medinë ishte ajeti i surës Hajj. Ajeti 39 i saj dhe ajeti 40. Në të cilën fuqiploti i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam: "Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq illa an yaqulu rabbuna Allah." Ky ajet është ajeti i luftës në Islam. Ajeti i konflikteve të armatosura. I thot Allahu xhallashanu wa xhalla xhelaluhu pejgamberit të tij të dashur Muhamedit alayhis salam: "U është dhënë leja për luftë." Kujt ju është dhënë leja për luftë? Muhamedit dhe shokëve të tij, bashkësisë së tij, popullit të tij në Medinë, të cilët po shtipen vazhdimisht nga të padrejtit. Kush janë të padrejtit? Munafikët e Medinës dhe në krye me shtetin e tyre që është Mekkaja dhe mushrikinët e Mekkës. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Dhe Allahu xhallashanu wa xhalla xhelaluhu është i plot fuqishëm që t'ju ndihmoj. Se aleati kryesor ushtarakisht në Bedër ishte Allahu xhallashanu dhe melekët e tij. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Të cilët u dëbuan, u larguan nga Mekka, nga vatrat edhe shtëpitë e tyre. U larguan muslimanët, profeti me shokët e vet. U largu jo me vullnet, me pa vullnet. U dëbuan, u përjashtuan nga Mekka pa drejtësisht. Për cilin sebeb? Vetëm për sebebim se ata thonë Zoti jonë është Allahu xhallashanu wa xhalla xhelaluhu. Tash në këtë jetë o vëllezër xhamot, kemi njerëz, grupe dhe shtete të cilët janë në gjendje të eliminojnë për arsyeën e fesë, për arsyeën e çiltërsisë morale, fetare dhe shkencore. Pse? Se dikujt i pengon kjo çiltërsi, ky moral dhe kjo fe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mori leje prej Allahu xhallashanu që të merret me operacione ushtarake, çështjen e parë që e bëri ishte të sigurojë rrugën e tregtisë. Rruga e tregtisë, e cila ishte nga veriu prej Damaskut, vinte poshtë jugut në Medinë dhe vazhdonte deri në fund Mekkës. Dhe ju kanë thënë edhe ligjëruesit edhe më herët se arabët mushrikin të Mekkës bënin tregti vazhdimisht në 2 destinacione. Esnafët e qarësisë së Mekkës, të pasurit e Mekkës, tregtinë dhe ekonominë e zhvillonin ose me Damaskun ose me Yemenin. Në kohët e nxehta shkonin drejt jugut. Në kohët e ftofta në nëntor, dhjetor, janar dhe shkurt, shkonin drejt veriut, pra drejt Medinës, mandej kalonin në tokët e Sirisë, ku ishte edhe qëllimi ose synimi ekonomik i tyre Damasku.
Pra në kohët e klimës mesdhetare, shkonin drejt Damaskut, sepse Damasku ka klimë mesdhetare. Dhe tregjet e Damaskut ka një klimë mesatare, nuk janë as ftoft dimrit e as shumë të nxehtë verës. Ndërsa Jemeni është tokë shumë e nxehtë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur merr lejen për mobilizim ushtarak dhe për lëvizje ushtarake, punën e parë që e bën e siguron këtë rrugën e tregtisë. Dhe për ta siguruar rrugën e tregtisë nga Medinja drejt Shamit, këtu ka fisë në mes. Grupime fisnore arabe me të cilët pejgamberi arriti marrëveshje. Marrëveshje edhe të paqes, marrëveshje edhe neutraliteti. Marrëveshje neutraliteti me qëllim që këto fisë të cilët kanë 1000-2000 burra, e të cilët janë shumë në numër, shumë fisë prej Medinës e deri në Damask, arriti një marrëveshje që pejgamberi ju tha, unë do t'ju ruaj juve pasurinë dhe jetën dhe tregtinë dhe mallrat e juaj, me qëllim që ju të qëndroni neutral nëse eventualisht unë ndeshem me një ushtri të tretë në zonët e juve. Dhe fiset të cilët ishin prej Medinës e drejt në Sham ja dhan këtë besë pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe me ato konditet e marrëveshjes e firmosën marrëveshjen se ato do të jenë fuqi neutrale. Dhe fiset të cilat i kishte në jug të Medinës në drejtim të Mekës, edhe me këto fise pejgamberi alayhi salatu wassalam arriti një marrëveshje. Marrëveshja kishte në thelb pikën e parë. Më lejoni që të vazhdoj dhe të thras në Islam në mënyrë të lirë. Pika e dytë, jeni me mua në aleacion ushtarak. Pika e tretë, të jeni neutral nëse unë ndeshem ushtarakisht në zonët e juve me një ushtri tjetër. Pasi e siguroj këtë kanalin kardiak të ekonomisë së Mekës, sepse Mekasit rrugën prej Mekës, Medinës edhe deri në Shami Sherif e kishin rrugë të tregtisë, rruga internacionale e tregtisë. Këtë rrugë pejgamberi alayhi salatu wasallam e mor në kontrollin e vet. Sepse Zoti i lejoi pejgamberit merret me qëllime ushtarake. Dhe qëllimi ushtarak dhe lëvizja ushtarake në çdo vend dhe në çdo shtet për synim ka edhe ta merr kontrollin e një territorit nën suverenitet të plot të një shteti ose ushtrisë, ose të i merr në kontroll gjithë ato tregtitë të cilët zhvillohen në atë rajon. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të ndeshet ushtarakisht me mushrikinët në Bedër, rrugat e tregtisë së Mekës i mori në kontrollin e vet. Dhe filloi më njëherë të ndërtoi njësitë të vëzhgues. Njësitë të vëzhgues të cilët vëzhgonin dhe patrollonin karavanat e Mekës, të cilët vinin prej Mekës edhe shkonin drejt Medinës ose periferisë së Medinës edhe vazhdonin në destinacionin e tyre të fundit ekonomik në Damask. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke e ditur veten e vet si presidenti i Medinës, si komandanti i forcave të armatosura të Medinës, se është përgjegjësi i këtij territori, ju tha sahabave dhe njësitëve vëzhgues se ju keni të drejtë të damtoni interesat ekonomike të Mekës, të i pengoni interesat ekonomike të Mekës, ose të i konfiskoni interesat ekonomike të Mekës. Dhe historianët kanë nënvizuar në për librat e tyre 8 patrullime pejgamberi alayhi salatu wassalam në kohë të ndryshme prej vitit parë hijretit deri te viti i dytë hijretit i ka realizuar duke insistuar ta konfiskojë pasurinë e Mekës. Dhe patrulla e fundit, që mos t'i përmendi me emër, patrulla ose vëzhgimi i fundit i njësitit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili lexonte, vëzhgonte, përcellte lëvizjet ekonomike dhe karavanat ekonomike të Mekës, ishte ajo e cila u bën Dhul Ushair. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mor lajm, mor informacion ushtarak prej vëzhguesve të vet se Ebu Sufjani me shumë deve po shkon drejt Shamit. Dhe pejgamberi dol me e konfisku këtë karavan, po s'e mori dhe i pshtoi. Dhe caktoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të merret me këtë karavan kur të kthehet prej Damaskut në drejtim të Medinës që të shkojnë në fund në Mekë, caktoi 2 shokët e tij të cilët të i vëzhgojnë gjurmët e karavanit. Talha ibn Ubaidullah wa Said ibn Zaid, ju tha ju të dy keni një mision ekonomik edhe sekret ushtarak. Misioni sekret ushtarak dhe ekonomik është ta vëzhgoni karavanin i cili është për momentin në Damask. Ky karavan kur të kthehet të poshtë dhe bjen në periferit Medinës, ne duhet ta konfiskojmë. Pse duhet ta konfiskojmë ose ta pengojmë ose ta dëmtojmë këtë karavan pejgamberi alayhi salatu wassalam?
Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam në vitin e parë dhe vitin e dytë të hijretit në Medinë ishte kryetari i Medinës. Kishte policinë e Medinës në kompetencën e vet, ushtrinë e Medinës në kompetencën e vet, ministritë e Medinës, po fondi i Medinës edhe arka e shtetit ishte zaift. Dhe sipas për llogaritjeve ekonomike të karavanit, të cilin karavan e udhëheqte Ebu Sufjani, historianët kanë thënë se ky karavan kishte komplet 1000 deve. Një deve në vendet arabe, në Sivudhesën arabe, në Saudi, në Jordani, në Damask, kështu me radhë, parafarsisht ka çmimin 3.000 euro. E 1000 deve bojnë 3 milion euro. Ndërsa historianës se Ibn Hishami, Ibn Ishaqu, edhe të tjerë kanë thënë që përveç 1000 deveve, ky karavan kishte edhe 50.000 denarësh ari, që i bie me qenë 50.000 lira talltonit. Nëse këto përllogaritën me vlerën e sot e ka talltoni, do të shihni se ky karavan kishte 30 milion dollar çmimin. Plus 3 milion mjetet transportues, 33 milion dollar ishte çështja pse doli pejgamberi alayhi salatu wasalam në Bedër. Se me këto 33 milion dollar, pejgamberi alayhi salatu wasalam bënte akomodimin e ehlus sufes, të cilët i kishte në xhami, varfanjakët e Medinës, veshmbathjen e tyre, banimin e tyre, shkollimin e tyre, martesat edhe punët i realizonte pa kurfar telashe. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë karavan i cili ishte karavan shumë i majm dhe ishte mundësia ideale për kurfiskim në interes dhe avantazh të shtetit dhe ushtrisë së Medinës, ndërsa për mushtrikët ishte një goditje e rëndë politike dhe ekonomike, nëse humb, sepse aksionerët në këtë tregti ishin esnafët e çarshis së Mekës, despotët, kryetarët e tregtisë, përgjegjësit e shtetit, përgjegjësit e ekonomisë së Mekës. Nëse humb ky karavan dhe shkon në duart e Muhamedit alayhi salatu wassalam, Mekka do të ketë faliment. Menta do të falimentoj ekonomikisht dhe po rrjedhoj nëse damtohet deri në fund interesi i saj ekonomik, ajo s'u ban ballë dhe ushtrisë së pejgamberit në ditëve në vijim, viteve në vijim. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë karavan s'e mori edhe duke u kthy. Sepse edhe Ebu Sufjani i cili e kryesonte karavanin kishte vëzhguesit e vet, të cilët lexonin situatën e rrugës para se të ecnë nëpër territore dhe nëpër takime, pika, nëpër punkte të rrugës. Dhe e kuptojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte synim konfiskimin e karavanit dhe shkoi rrugës alternativ, rruga e Bregdetit. Mirë po lajmin që e dha në Mekë, tha pejgamberi alaihi salatu wassalam do të merr karavanin tuaj, mobilizohuni shpejt dhe dilni në Bedër, sepse nëse shkon karavani juaj, bie edhe shteti. Dhe shtetet bin në dy mënyra, kur pushtohen edhe kur bin ekonomikisht. Kur bin ekonomikisht, i merr një shtet tjetër, i blen. Kur pushtohen ushtarakisht, tjetri vendos rregullat, sepse është tokë sovrane e pushtuesit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'kishte për qëllim të përleshet ushtarakisht fillim, qëllimi i tij ishte konfiskimi i karavanit. Dhe kur erdhi Talha ibn Ubaidullah dhe Said ibn Zaid, dy shokët e vet, i thanë: "Ja Rasulullah, karavani e Ebu Sufjanit po kthehet." Pejgamberi alayhi salatu wassalam mobilizoi 314 ushtar me armatim formal. I tha: "Dilni në Bedër dhe konfiskoni karavanin e Mekës, sepse ne Medinasit me Mekën jemi në gjendje lufte. Dhe ligji i luftës thot, ti ke të drejtë ose ta konfiskosh pasurinë e shtetit armik, ose ta dëmtosh interesin ekonomik të shtetit armik, ose ta pengosh zhvillimin ekonomik të shtetit armik." Dhe me këtë ligj të luftës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe veproi në Bedër, dolin në Bedër me 314 burra. Prej tyre me një 70 prej tyre kishin edhe deve. Po këto 314 burra s'kishin armatim të thellë, armatim të rëndë. Kishin armatim të cilën një njeri ose një ushtar ka mundësi si armatimi lehtë. Dhe kur doli në Bedër, doli me qëllimin e konfiskimit të mallit ekonomik, të tregtisë ekonomike të Mekës. Dhe kur shkoi në Bedër e pa se s'është karavani aty. Karavani kishte shku. I pshtoi karavani. Mirë po karshi pa një ushtri e cila është e mobilizuar deri në dhëmb ushtarakisht. Përballë ka Ebu Xehelin, komandantin ose krye komandantin e ushtrisë së Mekës, me 1000 ushtar. Në mesin e tyre 100 kalorës. Të armatosur deri në dhëmb dhe synimi i tyre ishte përleshja ushtarake. Synimi i pejgamberit ishte
marrja e karavani dështoi, shkoi. Ta çka duhet bëj profeti me 314 burra, karshi 1000 ushtarëve të armatosur deri në dhomë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i konsultoi sahabët për leshje ushtarake. Gjithë i thanë po. Dhe këtu i zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ajet i cili është ajet përgëzues. I premton Zoti fitore. Dhe i thot në Kur'an Allahu në suratul Anfal: "Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batil walau kariha al-mujrimun idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. I thot Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zoti premtoi fitoren mbi njërin prej dy grupeve, që ai të ishte juaji. Pejgamberi me shokët e vet dëshironte që grupi i parë matosur, karavani, ekonominë të merr. Ndërsa Allahu azza wa xal dëshironte ta përmbushte premtimin e tij të u azhdukte rrënjët mohuesve. Zoti e dashti përleshjen, pejgamberi e dashti paqen. Dhe Allahu i tha pejgamberit mos ke frikë se do të ndihmoj me 1000 melek, se ti je vetëm i 314 i ushtar në Bedër, karshi ke 1000, po ti do të kesh edhe ndihmes prej engjëve të cilët do të vinë ushtarakisht dhe do t'ju ndihmojnë që të korni fitore karshi ushtrisë së kufrit, ushtrisë së politeistëve dhe mushrikinëve. Dhe Zoti i tha: "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin." U lutut te Zoti për ndihmë dhe fitore. Zoti i tha: "Do t'ju përgjigjem me 1000 melek të cilët do të luftojnë krah për krah me ju kundër mushrikinëve." Edhe kështu ndodhi. Po para se të fillojnë luftat të dashur vëllezër, shikoni me vëmendje strategjitë, se cilët ishin objektivat e luftës, të cilët synonte pejgamberi të i realizojë në Bedër, dhe cilët ishin objektivat e luftës, të cilët synonte Ebu Xhehli të i realizojë në Bedër. Ebu Xhehli tha kështu: "Është e vërtetë që karavani jon është në dorë të sigurta, por ne s'kthehemi prej Bedrit pa u ndesh ushtarakisht me Muhamedit alayhis salatu wassalam. Se ky është preteksti më i miri që të ndeshemi ushtarakisht, të i eliminojmë një herë për gjithmonë nga fusha ose nga sipërfaqja e dheut dhe mi rahat. Sepse ky është ai njeriu i cili i vendosi 7 patrulla ushtarake, 7 karavaneve tonë të cilët iknin prej Mekkës drejt Medinës, dhe shqyr Zotit 7 herë ne patëm sukses dhe i shpëtuam. Nësa kësaj radhe thot ne nuk do të kthehemi, edhe pse ka shpëtu karavani jon, thot do të ndeshemi ushtarakisht me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha të therrim deve, të ham mish, të pim verë, derisa të ngopemi edhe dehemi, dhe të festojmë, të vallëzojmë dhe të na këndojnë robreshat dhe këngëtarët dhe vallëtarët. Dhe ta dëgjojnë arabët, dhe kjo pika e 5 është shumë e rëndësishme. Ta dëgjojnë arabët prezencën tonë ushtarake në Bedër. Pse duhet ta dëgjojnë arabët prezencën e mushrikinëve me 1000 burra në Bedër? Për 3 objektiva ushtarak. Objektivi i parë, që ekspedita jon të lexohet, të merret në konsiderat, se ne jemi forcë serioze armatosur në gazishullin arabik. Objektivi i dytë, që forca jon është forcë për të u llogaritur, për të u vlerësuar se Mekka me ushtrinë e saj është shtet serioz, dhe ai që i pengon interesat ekonomike të Mekkës i ka shpall luftë vetvetes vet. Dhe kur mos t'ju shkojnë ndërmend fiseve dhe të tjerëve të na sulmojnë. Pra Ebu Xhehli ishte komandant. Qëllimet që i kishte ishin krejtësisht ushtarake dhe ekonomike dhe politike. Po shihni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çfarë objektiva ky kishte për luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit pejgamberi alaihi salatu wasallam ju tha shokëve të vet: "Nëse ne kthehemi në Medinë dhe nuk ndeshemi me këtë forcë të armatosur, me këtë ushtri, e cila është larg Medinës edhe qendrës së qytetit 150 kilometër. Kush garanton se këto nuk vinë mas neve në shtëpitë tona? Nëse betejë zhvillohet në Bedër, suksesi ose shanset e fitimit janë më të mëdha se sa betejë me u zhvillu në qytetin edhe në rrugët e Medinës. Se betejë brenda qytetit është shumë më kompleksive.
Lufta në qytet edhe përpara syve të fëmijëve dhe grave dhe burrave pleq është më e egër edhe është më e keqe se sa lufta e cila zhvillohet nëpër territore të fushës, territore malore. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të tërhiqemi nga Bedri edhe të kthehemi në Medinë me arsyeën se qëllimi jon për konfiskimin e karavanit na shpëtoi karavanin. Prezenca jon tash nuk ka arsye, kthehemi, thot. Kjo është pa burrëri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ban gjeste të cilat gjeste e kapin pa burrërinë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është burr me plot kuptimin e fjalës, është profet me plot kuptimin e fjalës, komandant me plot kuptimin e fjalës, përgjegjës i Medinës, i ekonomisë dhe interesave politike të Medinës me plot kuptimin e fjalës. Dhe ju tha sahabëve se ne do të ndeshemi ushtarakisht, do të kemi luftë të nxehtë mes neve dhe këtyre 1000 ushtarëve në Bedër. Strategjia numër 2, tha na duhet të ndeshemi domosdoshmërisht, sepse nëse nuk ndeshemi dhe kthehemi në Medinë, këto do të vinë në Medinë dhe do të bëjnë demonstrim ushtarak të fuqisë, të ushtrisë, të artillerisë, të komsorisë, dhe nëse bëhen demonstrime ushtarake të mushrikinëve në Medinë, thotë ne e humbim prestigjin, e humbim dikinin dhe nuk kemi më serioz. Në Medinë nuk na beson më kurkush. Edhe nëse njerëzit i thirrim në fe, s'na beson askush. Edhe nëse bëjmë marrëveshje paqe me njerëzit, nuk beson kurkush. Pse se thonë këto, mos bëni marrëveshje me Muhamedit dhe shokët e vet, se këto kur e shohin zorin tërhiqin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a keni ju një garancë se këto nuk vinë në Medinë dhe nuk bëjnë demonstrim ushtarak? Tha, jo, s'kemi garancë, atëherë duhet të qëndrojmë këtu. Dhe çështja tjetër është se kush mund të i paguajë rreziqet nëse nuk ndeshet pejgamberi në Bedër dhe kthehet në Medinë dhe kjo ushtri prej 1100 ushtarëve të armatosur seriozisht me moral dhe me armatim. Ju a keni ndonjë garancë se këto zvinë në Medinë dhe nuk azgjësojnë institucionet e tona, xhamit, vendet, tregjet, pazaret, ministrit, prezencën, planin ton, marrëveshjet që i kemi me të tjerët? Plus asaj, a keni ju ndonjë garancë se këto nëse vinë në Medinë nuk bashkëpunojnë me kolonën e 5, që janë munafikët e Medinës, bëhen bashku dhe na largojnë nga Medinja? Sepse shkaku kryesor ose shkaku general i luftës ishte të shërënjosin muslimanët në vatrat e tyre. Ebu Gjehli, Umayya ibn Khalaf, kryesorët e Mekkës e thonin vazhdimisht, hapur përmes letrave sekrete ushtarake dhe përmes prezencës së tyre ushtarake në Bedër, ne do të vim në Medinë, do t'ju shërënjosim në vatrat e juve. Nëse kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Bedrit në Medinë, ja u jep me një pjatë të artë këtë realizim, këtë synim ushtarak që e kanë Mekkasit dhe vinë në Medinë dhe i çrënjosin musliman në vatrat e tyre. Dhe kjo s'është as kalkulim ekonomik, as politik, as ushtarak. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lut Zotit dhe ja Rabbel Alamin. Këto që kanë ardhur në Bedër, këto kanë ardhur në Bedër për luftë. E unë që kam dalë me 314 burra në Bedër, dola për të ruajtur sovranitetin dhe territorialitetin e Medinës, që mos zhvillohet tregti jo legjitime, jo legale në territorin të cilin jam sovrani i saj unë si profet. Nëse nuk më ndihmon të ngadhënjej ushtarakisht edhe politikisht kashik kësaj ushtrie që është në Bedër, ti si Zot në tokë nuk do të adhurohesh. In lam tansur hadhihi al-isaba falan tu'bad fil ard. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahut, ja Rabbel Alamin, nëse neve këto 314 burreve nuk na ndihmon me melek, nuk na i forcon këmbët dhe moralin ushtarak, dhe nuk i bën të jenë sa më efektiv këto njësitë dhe ushtarat të cilat do të jenë në mejdan dhe gjatë përplasjes do të luftojnë me ushtrinë e politeistëve dhe mushrikinëve, ti si Zot në tokë harron se do të adhurohesh. Se këto 314 burra janë përfaqësuesit e shtetit sunit, përfaqësuesit e shtetit musliman të muslimanëve në botë. Kjo betejë e madhe e Bedrit, pse quhet ndryshe betejë e madhe e Bedrit, se është betejë që na përfaqëson neve si musliman. Për herë të parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kap shpatë në dorë, armë në dorë. Në luftë në rrugën e Allahut azza wa jall ishte Bedri. Domethënë lufta e Bedrit ka kaluar përmes 3 ajeteve. Ajeti wallahu ya'simuka minan nas, o Muhammed, nëse ti tutesh natën me flet Medinë pas hijretit, se mund të eliminohesh ose mund të bëhet në një atentat, unë do të ruaj prej atentateve dhe eliminimeve fizike.
Mandej nëse ti mendon se do të jetosh gjithmonë paqësisht edhe shteti ruhet vetëm me kulturë edhe me edukim dhe arsim, do ta lejojmë edhe ligjin e luftës. Do të lejojmë edhe ligjin e neutralitetit, se jo me gjithë dënjojnë do të jesh në luftë. Me disa do të jesh në luftë, me disa do të kesh marrëveshje paqes. Disa do të jenë armiq të tu, disa do të jenë ato të cilët as nuk janë miq të tu, as nuk janë armiq të tu, janë fuqi neutrale. Si fiset për rreth Medinës lart edhe poshtë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgatiti ushtarët për luftë. 314 burrave ju bëri një shtab ushtarak, në të cilin shtabu ushtarak bëhet edhe plani i luftës, edhe shpërndahen direktivat ushtarake të luftës, komanda ushtarake. Kryesori i kësaj lufte, komandanti general ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa çetën e ansarëve e kishte në dorë Saad ibn Muadh. Ndërsa çetën e muhaxhirëve e udhëzonte komandanti në luftë Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për herë të parë i mësoi sahabët e vetë se lufta fitohet me sistem. Lufta nuk fitohet luftë guerile, sulm dhe tërheqje. Dhe i bëni safat e luftës dhe i shpërndajti përgjegjësitë dhe planin e luftës. Ndërsa arabët të cilët ishin në anën tjetër, ushtria armike e politeistëve, këto ishin të përgatitur të bënin luftë sulm dhe tërheqje, luftë guerile. Dhe kur e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ki rreshtoi sahabët në mënyrë të drejtë, thonë çfarë ban ky njeri për anën tjetër, se ky rreshtim nuk është rreshtim ushtarak. Ky është rreshtim i një ushtrisë e cila është ushtri e sistemuar. Mirë, po arabët deri në këtë mejdan nuk e kishin njohur më herët çfarë do të thonë fjala ushtri e sistemuar, me plot kuptimin e fjalës, me pas komandë, me pas hartën e luftës, kohën e luftës, zbatimin e komandës në mënyrë të përpiktë dhe serioze, dhe strategjitë e luftës të cilët nëse bie kjo lufta ana tjetër nëse dështon, cilët janë prapavijat, cilët janë efektet të cilët pejgamberi alayhi salatu wasalam duhet të i korr me dinjitet. Dhe Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu i premtoi pejgamberit fitoren në Bedër. Dhe pas dy luftimit disa orësh në ditën e Xhumo, në ditën e 17 të Ramazanit të vitit të dytë të hijretit në Bedër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej ushtrisë armike vrau 70 burra dhe i zu rob 70 të tjerë. Ndërsa prej muslimanëve tonë ran dëshmor diku 6 prej muhaxhirëve edhe 8 prej ansarëve. Numri i dëshmorëve jonja është shumë simbolik karshi atij numri tjetër që ushtria armike e ka pas humbje serioze. 70 prej tyre që kanë vdekur në Bedër kanë qenë kryesuesit e luftës, si Utbe ibn Rabi'a, Shejbe ibn Rabi'a, Ebu Jehel, Umayya ibn Khalaf, komandant të rëndësishëm, epror të rëndësishëm, politikan të rëndësishëm, ekonomist të rëndësishëm të Mekës u vranë. Një pjesë e madhe e tjerëve u zun rob dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fitoi luftën. Kur e fitoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën, në vendin e betejës qëndroi 3 ditë pas përfundimit të luftës. Cili është qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Që dëgjojnë arab se jemi fuqi serioze. Që mos që shkojnë ndërmend fiseve për rreth, bëjnë tradhti në marrëveshjet e firmosura më herët. Që të fitojnë lirinë dhe oksigjen për thirrje në Islam, në mënyrë pak më të freskët. Dhe që të kthehen në Medinë fitimtar. Dhe që të ketë efekt te kolona e 5 e Mekkasit, të cilët ishin mushrikint, edhe jehudët e Medinës, që këto mos të bëjnë kurthe sepse me ushtrinë e pejgamberit nuk ka hoka dhe shaka. Janë njerëz serioz, janë njerëz besimtar, janë njerëz të cilët sakrifikojnë çdo gjë vetëm që të ngritet fjala e Allahut azza wa jall dhe Zoti i dha fitore dhe ai fitoren në korrin e Bedër. Dhe është pyetur pejgamberi e ka pyetur Xhibrili pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thotë ja Rasulullah, ma ta'udduna ahla Badr fikum? Çka mendoni ju për vlerën e atyre të cilët ishin bedrist, ushtarët të cilët morën pjesë në Bedër? Tha ato janë njerëzit burrat më të mirë të tokës. Tha edhe në botën qiellore, në jetën e melekëve, edhe ne mendojmë se ato të cilët morën pjesë fizikisht në luftë, në avantazhin tuaj kundër mushrikinëve në Bedër, edhe ato melek në botën angjëllore janë melekët më të mirë për ndert pjesëmarrjes së tyre në Bedër. Ta shikoni se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka luftuar në Bedër, ka fituar në Bedër, ka marrë plaçkën e luftës në Bedër, është kthy fitimtar në Medinë dhe jeta e Medinës ka marrë sukses. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dash luftoi në Bedër?
Ne duhet jemi dakord me ju të dashurit e mi për një premisë. Premisa është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërtoi shtet. Nëse ndërton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtet në Medinë, shteti ka edhe aspektin ushtarak, mbrojtjen ka edhe ekonominë. Dhe ai që duhet të ruaj interesat e shtetit të Medinës, ekonominë dhe politikën e Medinës, armatimin e Medinës, ushtarët e Medinës, mbrojtjen e Medinës është në kompetencë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo rastësisht ne diskutojmë në për xhamitë tona betejën e madhe, betejën vendimtare të Bedrit, sepse për herë të parë është pa genialiteti i profetit Muhammed si komandant në fushë betejë, në Bedër është pa. Dhe për neve ka simbolikën e madhe të saj dhe ka mësimet e mëdha të saj, u bën në 37 minuta. Me bani Allah ndoshta e kemi zgjat, po zakonisht tribunat kanë 45 minuta, unë po e mbylli me 37 minuta me qëllim që mos të bezdisemi edhe mos lodheni se është Ramazan. Edhe unë jam vetë Ramazanli, edhe Ramazani e ka atë situatën e vështirë të vetën, koncentrimi mund të na lëviz, mund të na ikë edhe të na vjen, por mos me lodhë xhamatin tonë, unë i dhash këto dhëna të rëndësishme, edhe ushtarake, edhe ekonomike, edhe politike, edhe rajonale, të Sivudhesës arabe të cilën e kishte nën kontroll pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që përmes këtyre dhënave dhe indikatorëve të rëndësishëm edhe ekonomike dhe politike dhe ushtarak, të shihet genialiteti profetik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa i mësuesi më i mirë joni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Falenderoj Hoxhën e nderuar për sjelljen e kësaj teme. Normalisht këndon edhe më shumë kohë që të flitet për të për shkak se temë shumë e gjatë. Na ashtu siç e filluam të la përmbyllim këtë tribunë me disa ajete kuranore që do të na i këndon Hoxh Shaban Efendi Aslani, akatari i Muftinisë të Manovës, dhe pas përfundimit të afrohemi këtu dhe ta bëjmë një foto të përbashkët. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.